5 elemente në tryezë sjellin pasuri të pafundme, bëje sot ose humb fat. Tryeza e bukës si port e begatisë. Imagjinoni për një çast. Në qendër të shtëpisë suaj, jo muri, jo dritarja, jo dera kryesore, por tryeza e ngrënies. Ajo është zemra pulsuese, porta e fshehtë ku hyjnë dhe dalin rrjedhat e mëdha të energjisë universale. Në Feng Shui, kjo tryezë nuk është thjesht një copë druri apo qelçi, ajo është një altar i gjallë, një fushë magnetike ku begatia ose varfëria vendosin shtëpinë e tyre. Çdo grind pluhuri, çdo send i harruar, çdo mungesë e vogël këtu krijon valë që përhapen në gjithë shtëpinë, në portofolin tuaj, në ëndrat tuaja, në qetësinë e netëve tuaja. Por kur tryeza është e mbushur me elementet e duhura, ajo kthehet në një burim të pashtershëm. Energjia e pasurisë rrjedh si lumi i artë, bollëku vjen pa u lodhur dhe familja ndjen një mbrojtje të padukshme. Sot do të zbulojmë 5 elemente jetësore, 5 çelësa të lashtë që nuk duhet të mungojnë kurrë në tryezën tuaj. Le të fillojmë udhëtimin. 1. Bukë e freskët, themeli i jetës dhe vazhdimësisë. Buka e thjeshtë, e ngrohtë, e sapo pjekur. Ajo nuk është thjesht ushqim. Ajo është kujtimi më i lashtë i njerëzimit për mbijetesën. Në Egjiptin e lashtë, faraonët e quanin bukën dhuratë e Osirisit, perëndisë së ringjalljes dhe të tokës pjellore. Në Rom, ushtarët mbanin bukën si pagesë dhe krip vinin bashkë si themel i jetës. Në Bibël, Krishti e thyu bukën dhe tha: "Ky është trupi im, simbol i sakrificës që kthehet në jetë të përjetshme." Në Feng Shui, buka është spiranca e elementit tokë. Forma e saj rumbullakët përfaqëson ciklin e pafund, korrje miell pjekje ngrënie fare e re. Kur vendosni një bukë të plotë, të freskët në tryezë, ju po i thoni universit: këtu ka stabilitet. Këtu nuk ka uri. Këtu parat nuk mbarojnë kurrë. Buka e freskët mban energjinë e rënjëve, ajo pengon që pasuria të ikë si rër mes gishtërinjve. Nëse buka prishet shpejt, kjo tregon se energjia familjare ka nevojë për forcim, por kur ajo qëndron e freskët dhe e plot, ajo krijon një fushë mbrojtëse që tërheq vazhdimsinë financiare. Mos e lini kurrë tryezën pa bukë. Edhe një copë e vogël, por e freskët, është më e fuqishme se një tryezë plot me sende të panevojshme. Vendoseni në qendër ose në anën e majt dhe çdo herë që e shihni, ndjeni mirënjohje. Faleminderit që ka mjaftueshëm sot dhe do të ketë akoma më shumë nesër. Buka nuk është thjesht ushqim, ajo është premtimi i universit për vazhdimsi. 2. Lulet e freskëta, gjallëria dhe rrjedha e fatit. Tani le të flasim për lulet, ato qenie të gjalla që flasin pa fjalë. Në Feng Shui, lulet janë manifestimi i elementit dru, rritje, zgjerim, lëvizje e pandërprerë. Ato janë si zemra që rren në tryezën tuaj, sa më të gjalla, aq më e fortë rrjedha e energjisë drejt pasurisë. Mendoni për një çast, një tufë me trëndafila të kuq, ata nuk janë thjesht të bukur, ata ndezin zjarrin e pasionit financiar, tërheqin mundësi të papritura. Lulet e verdha, si lulet e diellit ose krizantemat, sjellin sukses në karrierë, hapin dyrë që dukeshin të mbyllura përgjithmonë. Lulet blu dhe vjollc, si lavanda ose iriset, krijojnë stabilitet afatgjat, paqe shpirtërore që mbron pasurinë nga luhatjet e papritura. Lulet e bardha, zambak, margarita, pastrojnë çdo energji negative, duke e bërë rrjedhën e parave të qetë si një lumë kristalor. Por ja sekreti më i rëndësishëm, lulet duhet të jenë të gjalla. Një lule e tharë është simbol i stagnimit, i vdekjes së mundësive. Sa po petalet fillojnë të zbehen, zëvendësojini menjëherë, ky veprim i vogël është një rit i fuqishëm që i thot universit: unë nuk pranoj stagnim. Unë zgjedh rritje. Vendosini lulet në një vazo të thjesht qelçi ose qeramike, në qendër ose pak në të djathtë të tryezës. Çdo mëngjes, kur i shihni, merrni një frymë thellë dhe thoni: sot energjia ime rrjedh lirshëm, si këto lule që hapen drejt diellit. Lulet nuk janë dekor, ato janë fryma e bollokut që merr jetë në shtëpinë tuaj. 3. Fruta të freskëta, bolloku i plot dhe karma pozitive. Frutat janë dhurata më e ëmbël e natyrës për tryezën e bollokut. Forma e tyre e rumbullakët është simboli i përsosmërisë, pa fillim, pa mbarim.
Në Feng Shui, frutat përfaqësojnë frutin e punës suaj. Sa më të bollshme dhe të freskëta, aq më shumë universi ju kthen mbrapsht atë që keni dhënë. Le të shohim se cilin veç e veç, si një poem e lashtë. Mollët e kuqe, si mollët e Edenit, sjellin paqe, mbrojtje nga zilia dhe energjitë e errëta. Bananet, me formën e tyre që përqafohen, simbolizojnë unitetin familjar, forcën e bashkimit që krijon pasuri të përbashkët. Portokajt dhe mandarinat, ari i tokës në kulturën kineze, largojnë fatin e keq, tërheqin sukses në biznes, kontrata të reja. Rushi, kokra që rrin ngjitur si thesare, përfaqëson akumulimin, një kokër tërheq tjetrën, një fitim tërheq tjetrin. Shegët, me farat e shumta brenda, simbol i fertilitetit financiar, fëmijëve të suksesshëm dhe pasurisë që shtohet vetvetiu. Vendosini frutat në një shport të bukur qendrore, sa më shumë ngjyra, aq më e gjallë energjia. Në traditat lindore, frutat shpesh vendosen si oferta në altare. Në tryezën tuaj, ato janë oferta juaj ditore për universin. Unë jam mirënjohës për këtë bollëk dhe i hap dyert për më shumë. Mos harroni, frutat e freskëta krijojnë karma pozitive. Kur i shihni dhe i hani me familjen, ju po ushqeni jo vetëm trupin, por edhe fushën e begatisë. Një tryezë pa fruta është si një kopsht pa pemë, e thatë, pa jetë. 4. Një vazo e vogël me krip. Mburoja dhe pastrimi. Kripa substanca më e lashtë, më e thjeshtë, por më e fuqishme në botën e energjive. Në Feng Shui, kripa është luftëtari i padukshëm, ajo thith energjinë helmuese, neutralizon helmimet emocionale dhe mbron pasurinë nga humbjet e papritura. Kripa nuk prishet kurrë. Ajo qëndron e njëjtë për shekuj, simbol i qëndrueshmërisë, i pasurisë që nuk zhduket me kohën. Vendosni një vazo të vogël qelçi ose qeramike me krip deti të trashë në cep të tryezës, preferohet ana e djathtë ose e pasme. Kjo vazo e vogël kthehet në një fortesë të padukshme. Sa herë që hyni në dhomë, ajo po punon heshtur për t'ju mbrojtur nga fatkeqësitë financiare, nga humbjet e papritura. Rituali i pastrimit është magjik. Her pas here, shiheni tryezën me një leckë të lagur në ujë me krip. Ky veprim largon tensionet e ditës, stresin e punës dhe e rikthen tryezën në gjendjen e saj të pastër. Kripa është kujdestarja juaj e heshtur. Ajo nuk flet, por mbron. 5. Vaj ulliri, rrjedhshmëria dhe bekimi hynor. Së fundi, vaji i ullirit, ari i lëngshëm i mesdhell. Në Feng Shui, vaji përfaqëson elementin e ujit që rrjedh. Parat nuk duhet të ngecin, ato duhet të qarkullojnë si vaj që rrëshet lehtësisht. Vendosni një shishe të vogël vaj ulliri të virgjër në tryezë, në anën e majt ose pranë bukës. Ai kujton, pasuria ime rrjedh. Ajo hyn dhe del me lehtësi, por gjithmonë kthehet e shumë fishuar. Vaji ndriçon mendjen, siç ndriçonte llambat e lashta, duke ju dhënë qartësi për vendimet financiare, për investimet e duhura, për mundësitë që të tjerët i humbasin. Ky vaj është bekimi hynor. Sa herë që e përdorni në gatim ose thjesht e shihni, ndjeni se universi po ju dërgon lubrifikant për rrotat e fatit tuaj. Si të aktivizoni energjinë e pasurisë çdo ditë? Për të bërë magjinë të plot, pastroni tryezën çdo ditë, hiqni çelësat, faturat, telefonat. Rregulloni çdo gjë, frutat në qendër si zemra, buka pranë, lulet lart, kripa dhe vaji si roje. Kultivoni mendësinë, para çdo vakti, thoni falënderim. Shmangni grindjet. Qeshni. Gëzohuni. Tryeza duhet të jetë tempull i hareve. Mbyllja. Tryeza juaj është pasqyra e fatit tuaj. Duke i dhënë këtyre 5 elementeve vendin e nderit, ju po ndërtoni një urë të artë drejt begatisë së pafundme. Thuajeni me zë të lartë sot, tryeza ime është porta që hap rrugën e prosperitetit për mua dhe familjen time, tani dhe për gjithmonë. Faleminderit që ishit këtu. Nëse kjo video ju frymëzoi, lëreni një like, abonohuni dhe ndajeni me dikë që ka nevojë për bollë. Le të takohemi sërish në një tryezë plot jetë dhe pasuri. Natën e mirë.